shpresojmë që të kalojmë 7.000 persona të cilët do të përfitojnë direkt prej mishit të kurbanit. Në lopë marrin pjesë 7 persona, janë 7 isenika, ku janë rreth 2.000 familje të jetimave, 3.000 familje të skamnorëve. Shënjestër.net. Sot kemi ardhur këtu te kurbanat tanë për t'i shiqu bashkë me veterinerin edhe hoxhën në aspektin shëndetësor dhe aspektin sheriatik, sa i plotësojnë kushtet për të pranuar si kurban. Baza ekzaminimit klinik, dhe me thonë të gjitha egzojnë shëndetin e mirë, cilat mujnë me hinë në therje për kurban, për pos 2, cila njëna është me probleme shëndetësore, cila nuk lejohet, edhe tjetra shumë ka hektike edhe ka probleme me nyje. Tu që këto dyja prej krejkësaj tufe që jem këtu, dhe tonë këto 2 eliminohen për therje. Prej kurbanit tonë që ju e përrejni në Islamic Relief Kosova, ushqehen deri në 14 antar të një familjes të jetimit, e në total të projektit të kurbanit në Islamic Relief Kosova, shpresojmë që të kalojmë 7.000 persona të cilët do të përfitojnë direkt prej mishit të kurbanit. Procesi se qysh mundeni me marrë pjesë në projektin e kurbanit në Islamic Relief, ose më mundeni marrë me po pagesën në zyrët tona, ku në lopë marrin pjesë 7 persona, janë 7 isenika, një hise e lopës kushton 180 euro, po ashtu në këtë pjesë mundeni me marrë dhe hisën e juj, e cila ju takon që me konsumu ato me familjen e juj ditën e Bajramit. Pjesa tjetër shpërndahet tek familjet jetim, ku janë rreth 2.000 familje të jetimave, si edhe mbi 3.000 familje të skamnorëve, rasteve sociale, ku ato shpërndahen në bashkëpunim me komunat e Kosovës. Si vjetë kena hy me lopë, për arsye se mishi i tij është më i preferuar për popullatës në Kosovë, edhe është më i mirë, po ashtu edhe lopa jep më shumë mish se sa delja, edhe për kësaj mbrin shumë më shumë familje me përfitu se sa për deljeve. Ne gjindemi në Prishtinë, në Kamenic, në Gjilan, në Ferizaj, Prizren, Pej dhe Mitrovic. Po ashtu online mundeni me bo pagesat në web faqen tonë, ku shkoni te pjesa e kurbanit. Nëse doni me e marrë dhe hisën e ju që me konsumu me familje, e klikoni te kurban 1/3. Po ashtu edhe nëpërmjet bankës mundeni me bo pagesat direkt. Shënjestër.net